Po flasim për diskotekat, por ne kemi edhe shumë salla të dasmave, që ndoshta nuk e përmbushin asnjë kriter për sigurinë jashtë zjarrit. Pikrisht për këtë e kam ngritë që edhe më ka thirr Dilara në emision edhe erdha, që domethënë mos të presim të na ndodh. Edhe mandej të marrë masa represive, sikur tash në Shkup kush pa arrestuar sa po shkojnë, për shkak se nuk arrin ndonjë efekt se jeta e njerëzve ka shku. E keni pa skenën ai personi kur thot e pa ta qit fëmijë ky mu djeg. Edhe imagjino sa dhimbje për ata. Çështja është që në Kosovë edhe sallat e dashura shumë mirë i përmendën. Bile këto janë botë tash, sidomos kohëve të fundit që thonë sikur kurdat pas shiut, edhe ku të shkojsh në për fshatra, në për i kambo. Realisht e kanë lecu jetën e qytetarit, për shkak se Pekin do një vend, Pekin për më njëherë vendin ku. Mirë po tash është edhe këtu në pyetje, ato regjistrohen me sa e di në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. S'pedi tash është ka ndryshime se kur punon qeveri kështu është qujt. Edhe mandej nuk pi di cilat kriterje i përmbushin, se shumë mirë thashën driti, zoti mos e boft mundet edhe aty për ndonjë neglizhencë më të vogël, do me thonë edhe aty më shëndruhen në tragjedi. Prandaj në këtë drejtim mendoj që kjo fatkeqësi që ka ndodhur në Maqedoni të gjej personat kompetent, organet kompetente në një gjendje më të lartë gatishmërie ose preventive eventuale në mënyrë që mos të ballafaqohet, domethënë me këtë lartë qoftë. Zotëri Urana